Bën dhe ky njëjtë knasi. Atëherë, djema jemi në stendën e Evis Marine Electronics, një nga bashkëpunëtorët tanë Fishing Center, po studiojmë të rejat më të fundit. Absolutisht ne kërkojmë më të mirën e peshkatarët, dhe kërkojmë më të mirën, do pyesim direkt Nardin. Nardi, kush është aparati më i mirë që mund më ofrosh për barkën time? Aparati më i mirë dhe i fundit që ofron Simradi është Simrad NSS Evo 3 Seja. Është një aparat që ka gjitha funksionet e fundit për sportisht. Fal Nardi, mua si peshkatar, çfarë opsionesh më interesojnë? Ty si peshkatar të sugjeroj opsionet të EcoSoundit, sonarit, Po? që shikon peshkun një numër. Po një moment Nardi, navigoj pak vetëm sepse mua nuk më rrin dot duar në radhë. Kur vi para pajisjes e eksaltohem komplet. Atëherë kemi kartografin, Egon, side scan, down scan. Side scan, down scan dhe tretë sonarë pajisjes që më interesojnë më shumë në peshkatarëve sepse e skanojnë fundin e detit dhe e gjejmë gjithë pozicionet, gurët ku janë shkëmbin, aty dhe është targeti jonë. Dentali, kerri dhe gjitha gërësire të tjera. Pra, Eko e pam, side scan, pam e fantastike, tek side scan. Në qofësh Guri këtu, dhe pastaj i vim me down scan. Po të njëjtën pamje e kemi në pamje tjetër. Skanon më shumë reliefin në poshtë dhe ke një imazh të gjurmëve të peshkut të pastër, pa zhurma të vogla. Pastaj kalojmë te opsioni, nëse do të shohim reliefin më mirë, kalojmë te opsioni 3D sonar, që skanojmë në 3D dimensionin e sonarit, mund ta kthejmë videon, shohim gurët, reliefin, shohim sa është hapja metrave që po skanojmë, edhe fillësia direkt poshtë barkës. E habitshme se sa para ka ecë teknologjia. Neve këtu mund të rrim gjithë ditën dhe nuk na mjafton, sepse këtu përveç pajisjeve ka dhe gjëra të tjera që mund të shtojmë jetëve tona. Bokse, radar dhe kamera për night vision. Pra këtu nuk mbarojnë. Do të jesh një apasionuar shumë i madh si puna jonë që të humbësh te kjo bota e elektronikës. Okej, djema, ju falenderoj. Okej. Thash, Evis Marine, një nga bashkëpunëtorët tanë më të mirë, të Fishing Center. Merri sit më të reja. Do kthehemi prapë dhe shikojmë më me detaje. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim.